Mirëmbrëma dhe mirë se vini në resor. Me mua sonde në program janë Ervin Karamuqi, mirëmbrëma Ervin. Mirëmbrëma. Eteva Delia, mirëmbrëma Eteva. Ishte drejtuesi i lartë i policisë, ish ministri punë të brendshme për pak kohë Beram Yzeria, mirëmbrëma komandant, faleminderit që më mëson. Fation Softa, ekspert i çështjeve të sigurisë dhe të policisë. Mirëmbrëma Fation. Mirëmbrëma, faleminderit. Por ne dikem ato që ndodhi sot për herë të parë, gjykata e Tiranës është detyruar, është detyruar, pasi deri më sot çdo lloj mase sigurie kërkuar nga prokuroria pas çdo lloj proteste të dhunshme e nënvizoj të dhunshme të opozitave në Shqipëri, për herë të parë ka marrë një qëndrim në tjetër. 5 nga 11 të ndaluarit, të 5 për cilëve ishin arrestuar në kushtet e flagrancës nga policia, pra me mjetet shpërthyese në çantat e tyre, kanë mbetur në burg pa afat. Ndjekim kronika. 5 nga 11 protestuesit e Partisë Demokratike, të cilët u arrestuan në flagrancë nga policia e shtetit gjatë protestës së 17 prillit përpara kryeministrisë, do të qëndrojnë në masën e sigurisë arrest në burg pa afat. Gjykata penale e Tiranës miratoi kërkesën e prokurorisë, e cila solli prova që tregonin se këta persona kishin kryer veprime të dhunshme gjatë tubimit dhe se ata dispononin shishe molotovi. Për 6 protestues të tjerë, gjyqtari Engel Peza caktoi masën detyrim paraqitje. Prokuroria e Tiranës po heton grupin e protestuesve për veprat penale goditje për shkak të detyrës, prishja e qetësisë publike, shkatërimi pronës me zjarr, kundërshtimi punonjësit të rendit dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje e mjeteve të rrezikshme. Në protestën e fundit të zhvilluar nga Partia Demokratike, policia e shtetit aplikoi një strategji të re duke ndërhyrë tek turma e protestuesve, gjatë kohës që ata po mbanin në duar apo çanta bomba molotov si dhe lëndë piroteknike. Kjo skemë u përdor për të kapur në kushtet e flagrancës, këdo që shkel ligjin dhe që kryen akte të dhunshme që në shumicën e rasteve ka prodhuar të plagosur në radhët e policisë. Në protestën e 17 prillit, policia sekuestroi 45 shishe molotov të papërdorura që ishin përgatitur për t'u hedhur në drejtim të godinës së kryeministrisë, ku të rreshtuar qëndrojnë efektivat e policisë në formën e një kordoni. Karamuqi, gjithmonë pyesim se çfarë ndryshoi kësaj radhe. Unë mendoj që, sot avokatët e Berishës thanë që ky gjykat sipas ka lidhje me të majtën, nuk e di, ndoshta mund të jetë vërtet, po fakti që ka lidhje me të majtën, çfarë do të thonë? Po s'mund të thonë avokatët ka lidhje një gjyqtar me të majtën. Në momentin që ata futen aty dhe... Unë mendoj që nuk është fare etike ta paragjykosh një gjyqtar në momentin që futen në seancë. O do kërkosh zvendësimin e tij? E kërkuan, po u rrëzua kërkesa. Që do të thotë është merret e mirëqenë që nuk ka pasur shkaqe ligjore për ta hequr, për ta zvendësuar, kështu që do t'i nënshtrohesh gjithë urimeve që jep gjykata. Po çfarë ndryshoi kësaj radhe? Ky është rendi juridik që respektojmë. Çfarë ndryshoi kësaj radhe? Flagranca. Po, ka ndryshuar tërësisht. Shikoni, për policinë e shtetit ishte bërë problem në shumë protesta, një grup zjarri 10-15 veta, kështu quhen. Një grup zjarri, ata që bënin akte të dhunës, të tjerët ishin paqësorë, vetëm këta bënin akte të dhune. Dhe në bazë të 19 ligjit për tudimet, këta që në momentin që hynë në protest me maska, të pa identifikuar, protesta duhet të shpërndahet nga policia. Pra policia i ka toleruar këta. Është hera e parë që për shkak të kësaj dhune, që të mos merrnin kosto personat tjerë të pafajshëm dhe mos menaxhohet gjithë turma duke hedhur me dhjetra dhe qindra bombla gazi lotësjedhës, atëherë u bë ajo që njihet që në vitet 70 në Angli dhe në vitet 80 dhe 90 në Gjermani. Në Angli quhet snatching squad, në Itali, në Gjermani quhet vallëzimi policor, policaj tanc, po, që janë shumë të trajnuar, trupat të FNSH-s, të cilat të ndërhyrjes shpejt, të cilat futen me forcë mbështetëse, që falanga që quhen, ata mbërthejnë personat e identifikuar nga disa civil që i kanë identifikuar, me 2 dronë që kanë qenë sipër pjesës së turmës përballë me kryeministrin, kush është afruar për të hequr nga duart e policisë, pra për të shpëtuar këta, është përballur me sprajtin, jo me bombë gazlotësjedhës, por me sprajtin, i cili është sprajti certifikuar TV1000, TV8000, janë të dyja të certifikuara, i kanë parë që i përdorin policitë europiane, janë zhvendosur, i kanë marrë, kjo është flagranca, janë gjetur çantat,
madje një operacion është bërë nga disa civil edhe tek Kisha Katolike ngjitur me Partinë Demokratike, aty u shkapur edhe 2 persona tjerë që kanë pasur çanta që po vinin për të furnizuar. Pra, nga ai moment nuk ka pasur më dhunë protest, nuk u holl asnjë bombël gazi lotësjellës dhe gjithçka shkoi qetësisht, paqësisht. Pra ishte vetëm ky grup identifikuar. Se s'ka ndodhur më përpara. Ka pas dhjetor policie që i kanë shkelur syrit dhunës protestave e disa politikanëve të opozitës, duke bërë një lloj marrëveshje që, shiko, ti do bësh punën tënde, unë punën time. Ja, ka ardhur koha për t'i thënë stop. Dhe mendoj që ky ishte rasti. Unë e kam parasysh emrin deri diku. Emrin e atij që ka shkelur syrin e kam parasysh. U trajnuan për ditë të tëra, u trajnuan për ditë të tëra, forcat e ndërhyrjes. Dikush po ndoshte profesor, po na trajnojnë për një taktik të re, ne e dinim, po se kemi vënë asnjëherë në punë dhe ka pas vështirësitë e veta, ka pas edhe rreziqet e veta, se nuk është kollaj të futesh, e ke parasysh një turm, të futesh në turm 20-30 policë me njëherë, edhe shumica u shokuan se kishin parë të lloj taktike policore. Megjithatë shkoi mirë, gjithçka shkoi mirë. Pra njerëzit e kuptuan që policia nuk ndërhyri për ta, pra forca proporcionale i ishte vetëm ndaj atyre të cilët shkelen ligjin me të dyja këmbët, edhe të pa identifikuar, edhe me bomba dhe me fishek zjarre që janë të dëmshme. Njëri prej tyre, të FNSH-s, ka vajtur dhe është dëmtuar vetëm se i ka rënë fishek zjarri drejt ballë në gjoks. Pa ai po temi nuk është se fishek zjarri ishte drejtuar edhe ti, po ka dalë. Ai po shkonte për ta kapur, e ka drejtuar dhe aty pastaj në momentin e neutralizimit ka goditur një fishek zjarri në gjoks. Është drejtimi i qëllimshëm thonë. Për fat të mirë ka pasur mburojën përpara që kanë forcat e ndërhyrjes shpejt, sepse mund të kishte pasur plak më të rëndë. Dhe ky është prapë, dhe ky është një nga personat e arrestuar në kushte të flagrancës. Tani një pyetje kam unë të leva. Zakonisht agent kriminal i identifikojnë këta. Dhe nuk besoj që kjo është... Përgjithsisht është pjesë e planit masave që merr policia. Dhe nuk është hera parë që këta, se e tha me drejt Karamuço që në 90% protestuesit aty janë paqësorë. Pastaj vjen ky grup i vogël. Janë persona caktuar që shihen edhe duhet të identifikohen dhe si rregull duhet të identifikohen shumë më parë. Jo, me të vërtetën nuk po nxjerrni sekret shumë, në komunikimin me burimet policore më thonin që për shkak ky është grupi dhe unë gjithmonë bëja një pyetje nga e cila nuk merr përgjigje. Po mirë, policia a duhet parandaloj nëse quhet një akt kriminal hedhja e shisheve molotovit, themi kërcënimi, se unë në një protestë të tillë, me thënë vërtetën, protestat kanë dhunën e tyre, kuptohet. Protestat kanë pjesë tyre edhe dhunën. Problemi është ka edhe një kufi ku dhuna bëhet ilegale dhe hedhja e molotovit që konsiderojmë thuajse armë aktive zjarri, dëmtojnë jetë e njerëzve. Dhe kemi parë që janë lënduar protestuesve, policë patjetër shumë, po janë lënduar dhe gazetarë, kolegët tanë. Sigurisht, domethënë nuk është se ka një lloj klasifikimi, por për mendimin tim edhe molotovi është armë zjarri. Ligji për tubimet e përcakton qartë, siç e përmendi dhe profesori, pjesën e maskimit të mbulimit të tyres, mjafton vetëm kaq për të sjellë arrestimin, pasi sipas ligjit përcaktohet gjop deri në 6 muaj burg vetëm për pjesën e faktit që nuk identifikohesh dot, bashkë me çështjen e përdorimit simboleve, që në këtë rast nuk është se ka pasur simbole të ndryshme që janë raciste apo që shërbejnë për diçka tjetër, por edhe fakti molotovit që duhet identifikuar, madje mendoj që duhet parandalohet para se ata të futen me... Dhe duket se kjo ka ndodhur kësaj radhe, kjo është ndryshimi nga era tjetër. Ndoshta është synuar arrestimin në flagrancë dhe kjo ka qenë edhe arsyeja që disa prej tyre u kapën në flagrancë dhe nuk u arrit edhe sot gjykata që i la në burg. Për herë të parë, mbas shumë vitesh, ndoshta që nga viti 2000 mos gabojë nga viti 2018-2019 që vazhdojnë këto lloj protestash, është hera e parë që gjykata ka dënuar me burg pa fat për 5 persona dhe 6 tjerë në detyrim paraqitje. Pra është diçka